Horoskopi ditor, 12 qershor 2025. Horoskopi ditor i Dashit, 12 qershor 2025. Dashi, sot yjet ju inkurajojnë të merrni iniciativë në përpjekjet profesionale. Energjia e Marsit, planetit tuaj sundues, ju inkurajon të pohoni idetë tuaja me besim, duke quar potencialisht në mundësi të mëdha. Krijimi i rrjeteve luan një rol vendimtar. Prandaj mos hezitoni të kontaktoni dikë që mund t'ju ndihmojë të ngrini statusin tuaj. Emocionalisht mund të ndiheni të detyruar të shprehni ndjenjat tuaja hapur. Qoftë në një lidhje apo beqar, kjo guxim mund të thellojë lidhjet. Sidoqoftë, ekuilibri është çelësi. Ruhuni nga vetbesimi i tepërt që mund të duket si arrogancë. Financiarisht, qëndroni të kujdesshëm me investimet për të shmangur rreziqet e panevojshme. Në shëndetësi, kanalizoni energjinë tuaj të zjarrt në aktivitete fizike si një rutinë restërvitjeje për të ruajtur vitalitetin. Mos harroni, ndërmarrja e hapave të vegjël dhe strategjik mund të japë rezultate të frytshme. Përqafoni mundësitë e sotme me entuziazëm, por qëndroni të qëndrueshëm për të lundruar në kompleksitetin e jetës në mënyrë efektive. Lëreni intuitën tuaj t'ju udhëheq për të marrë vendime të informuara dhe të mençura. Horoskopi ditor i Demit, 12 qershor 2025. Demi, sot sjell një fokus në vendosjen në tokë dhe stabilitetin. Natyra juaj praktike theksohet ndërsa Venus ndikon në sektorin tuaj financiar, duke nxitur një rishikim të planeve financiare afatgjata. Kërkoni mundësi për të ulur shpenzimet e panevojshme dhe për të investuar në të ardhmen tuaj me mençuri. Qartësia emocionale mund të shfaqet sot, veçanërisht në marrëdhëniet personale. Komunikimi i mençur mund të forcojë lidhjet dhe keqkuptimet tuaja. Dëgjoni me kujdes partnerin ose miqtë ngushtë, pasi një perspektive përbashkët mund të forcojë lidhjet tuaja. Profesionalisht, një qasje e qetë dhe qëllimshme do të jetë aleati juaj. Përqendrohuni në projekte afatgjata në vend të rezultateve të menjëhershme. Shmangni vendimet e nxituara dhe peshoni me kujdes opsionet tuaja për rritje të qëndrueshme. Angazhohuni me kolegët në mënyrë diplomatike për të ruajtur harmoninë në punën në grup. Fizikisht, jepni përparësi teknikave të relaksimit si yoga ose meditimi për të balancuar tendencën e Demit drejt stresit. Në përgjithësi, energjia e sotme favorizon stabilitetin mbi rrezikun, duke inkurajuar hapa të qëndrueshëm drejt qëllimeve tuaja. Besojini instinkteve tuaja dhe ruani një sjellje të durueshme dhe të menduar mirë. Horoskopi ditor i Binjakëve, 12 qershor 2025. Binjakët, sot është një ditë për vetanalizë, pasi Merkuri, planeti juaj sundues, inkurajon reflektimin dhe depërtimin. Mund të gjeni veten të tërhequr për të eksploruar mundësi të reja mësimi ose të merrni në konsiderat ndjekjen e një kursi që ju ngacmon kuriozitetin. Në marrëdhëniet personale, kjo periudhë introspektive është e dobishme. Ndihmon në kuptimin më të qartë të nevojave dhe dëshirave tuaja, duke lejuar lidhje më autentike me të tjerët. Profesionalisht, mund të jetë e dobishme të bëni një hap prapa dhe të rishikoni pozicionin tuaj aktual dhe aspiratat e ardhshme. Sigurohuni që të merrni në konsiderat qëllimet afatgjata dhe nëse rruga juaj aktuale përputhet me to. Planifikimi financiar është thelbësor. Shmangni blerjet impulsive pasi ato mund të prishin ekuilibrin tuaj. Në aspektin shoqëror, mund të ndiheni selektiv në lidhje me shoqërinë, duke preferuar ndërveprimet kuptimplote mbi ato sipërfaqësore. Kjo qasje selektive do të rrisë angazhimin tuaj dhe do të përmbush nevojat tuaja sociale. Fizikisht, mbajeni mendjen tuaj aktive dhe përballuni me sfidat mendore. Një libër ose enigmë e re duhet të ofrojë stimulimin që dëshironi. Prandaj përqafoni mundësitë e ditës për vetzbulim. Horoskopi ditor i Gafores, 12 qershor 2025. Gaforia sot thekson familjen dhe shtëpinë, ndërsa Hëna, udhërfyesi juaj qiellor, sjell energji ushqyese. Mund të gjeni një dëshirë të fortë për të kujdesur për përgjegjësitë shtëpiake ose për të forcuar lidhjet familjare. Kjo atmosferë është perfekte për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje të zgjatur ose për të angazhuar në biseda të përzemërta. Përveç kësaj, ridekorimi ose riorganizimi i hapësirës suaj të jetesës mund të rrisë rehatin dhe bukurinë. Profesionalisht, energjia e sotme mund t'ju bëjë të ndiheni më introvert, kështu që është më mirë të përqendroheni në detyrat e pazgjidhura sesa të filloni projekte të reja. Intuita juaj është rritur tani, gjë që mund t'ju udhëzojë në marrjen e vendimeve të zgjuara. Financiarisht, buxhetimi dhe rivlerësimi i aseteve personale mund t'ju sjellë qetësi mendore dhe vetbesim. Emocionalisht, gjeni kohë për kujdesin ndaj vetes dhe relaksim, pasi kjo do t'ju ndihmojë të rigjallëroni shpirtin tuaj.
Angazhohuni në aktivitete qetësuese si gatimi një vakti familjar ose një shëtitje e qetë në natyrë. Duke vlerësuar rrethin tuaj të brendshëm dhe duke i dhënë përparësi harmonisë, do ta përfundoni ditën me përmbushje dhe qetësi. Horoskopi ditori Luanit, 12 qershor 2025. Luani, vëmendja shkëlqen fuqishëm mbi anën tuaj krijuese sot. Rreshtimi i diellit favorizon ndjekjet artistike, duke ju inkurajuar të kanalizoni energjinë tuaj të gjallë në projekte që shprehin pasionet dhe individualitetin tuaj. Profesionalisht, ky është një moment i përshtatshëm për të paraqitur ide që shfaqin talentet tuaja. Kreativiteti jo vetëm që mund të përmirësoj projektet tuaja personale, por edhe të frymëzoj punën në grup. Përqafoni mundësitë bashkëpunuese ku aftësitë tuaja udhëheqëse dhe inovacioni mund të lulëzojnë. Në marrëdhënie mund të zbuloni se euforia juaj tërheq njerëzit, duke i bërë ndërveprime thellësisht të dobishme. Sidoqoftë, sigurohuni që t'i lejoni të tjerët të sprehen plotësisht edhe vetë. Financiarisht jini të kujdesshëm me shpenzimet. Natyra juaj bujare mund t'ju tundoj të shpenzoni shumë për luks. Zgjidhni përvojat në vend të pasurive. Në shëndet, mbajtja një stili jetese të ekuilibruar dhe aktiv do t'i mbajë nivelet tuaja të energjisë të larta. Aktivitetet në natyrë si ecja në natyrë ose ciklizmi mund të jenë gjallëruese. Shijojeni sot, duke lënë ngrohtësinë dhe karizmën tuaj natyrore të udhëheqin rrugën drejt fitoreve personale dhe profesionale. Horoskopi ditori Virgjëreshës, 12 qershor 2025. Virgjëresha, energjitë e sotme sjellin një fokus në detaje dhe analizë. Ndërsa Merkuri ndikon në shenjën tuaj, qartësia në komunikim dhe përpikëria bëhen thelbësore. Në punë, preciziteti juaj mund të ketë një ndikim të rëndësishëm, pasi shkëlqeni në detyrat që kërkojnë aftësi organizative. Është një kohë e shkëlqyer për të ndërmarrë detyra që kërkojnë vëmendje metodike dhe një sy kritik. Në marrëdhëniet ndërpersonale, zbatimi i të njëjtës përpikëri do të forcojë lidhjet tuaja. Dëgjoni të tjerët dhe ofroni reagime konstruktive për të nxitur mirëkuptimin dhe respektin e ndërsjellë. Financiarisht, rishikimi dhe organizimi i buxhetit tuaj mund të çojë në zbulime të vlefshme. Është një ditë e favorshme për strategji ose planifikim financiar. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat përfshirjen e një rutine që forcon si mendjen ashtu edhe trupin. Aktivitete si pilates ose një plan i strukturuar stërvitjeje mund të harmonizojnë jetën tuaj të përditshme, duke siguruar ekuilibër dhe energji. Përqafojeni mundësinë për të planifikuar me kujdes hapat tuaj të ardhshëm, duke u siguruar që ndryshimet e nevojshme të përputhen me aspiratat tuaja afatgjata, duke quar në kënaqësi dhe progres. Horoskopi ditori Peshores, 12 qershor 2025. Peshorja, ekuilibri është fjala juaj kyçe sot, pasi Venus i thekson rëndësinë e harmonisë në të gjitha fushat e jetës suaj. Në punë, përqendrohuni në bashkëpunim dhe kultivimin e një mjedisi ku idet shkëmbehen lirisht. Natyra juaj diplomatike do t'ju shërbejë mirë, duke inkurajuar punën në grup dhe bashkëpunimin. Një mundësi e papritur mund të lindë nga një burim i papritur. Prandaj qëndroni të hapur ndaj perspektivave të ndryshme. Në marrëdhëniet personale, përpiquni për ekuilibër. Dëgjoni me vëmendje të dashurit dhe komunikoni ndjenjat tuaja me ndershmëri për të ruajtur dinamikën e shëndetshme. Financiarisht, është një ditë për të vlerësuar statusin tuaj aktual dhe për të riorganizuar buxhetet nëse është e nevojshme. Shmangni vendimet impulsive. Në vend të kësaj, zgjidhni qasje të matura dhe strategjike që nxisin stabilitetin dhe rritjen. Në shëndet, ushtrimet e ekuilibrit si yoga ose tai chi mund të përmirësojnë mirëqenien tuaj fizike dhe mendore. Duke i dhënë përparësi ekuilibrit në të gjitha aspektet e jetës suaj, ju krijoni një platformë të qëndrueshme për sukses dhe kënaqësi afatgjatë. Lejoni që kjo harmoni t'ju udhëheqë në arritjen e kënaqësisë personale dhe profesionale sot. Horoskopi ditori Akrepit, 12 qershor 2025. Akrepi, yjet sot ju fuqizojnë me intensitet dhe fokus. Marsi ushen energjinë tuaj, duke ju lejuar të përballeni me sfidat me vendosmëri dhe pasion. Profesionalisht, kapeni këtë moment për të zhytur në projekte komplekse që kërkojnë si aftësi analitike, ashtu edhe zgjidhje krijuese. Aftësia juaj për të gërmuar më thellë se të tjerët do të jetë e dobishme, duke zbuluar mundësi të fshehura. Personalisht, mund të ndiheni të shtyrë për të forcuar marrëdhëniet përmes bisedave të thella dhe transformuese. Hapja mund të sjellë përparime me të dashurit. Thjesht sigurohuni që të balanconi intensitetin me empatinë. Financiarisht, shqyrtoni me kujdes investimet. Instinkti juaj për të hetuar thellë do t'ju udhëheqë drejt vendimeve të shëndosha.
Besojini intuitës suaj kur vlerësoni mundësitë dhe shmangni sipërmarrjet e rrezikshme. Në shëndetësi, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitetet e disiplinuara si artet marciale ose një regjim të fuqishëm stërvitjeje që plotëson nevojën tuaj për intensitet. Përqafoni energjinë transformuese të sotme, pasi ajo ofron shtysën për rritje të konsiderueshme në sferat personale dhe profesionale, duke fuqizuar udhëtimin tuaj përpara. Horoskopi ditor i shigjetarit, 12 qershor 2025. Shigjetari sot shkëlqen me mundësi për eksplorim dhe zbulim, ndërsa Jupiteri, mbrojtësi juaj qiellor, sjell pozitivitet dhe rritje. Shpirti juaj aventuresk është rritur, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të zgjeruar horizontet tuaja, qoftë përmes udhëtimit, arsimit apo përvojave të reja. Profesionalisht, inovacioni është qelësi. Shfrytëzoni entuziazmin tuaj të lindur për të eksploruar shtigje jo konvencionale dhe për të frymëzuar ekipin tuaj me ide vizionare. Në aspektin shoqëror, ju rrezatoni ngrohtësi dhe kuriozitet, duke tërhequr miqësi të ndryshme dhe duke nxitur lidhje kuptimplote. Financiarisht, ndërsa mbizotëron optimizmi, sigurohuni që planet tuaja të jenë të bazuara në praktik për të shmangur shpenzimet e tepërta. Konsideroni investime strategjike që përputhen me qëllimet tuaja afatgjata. Nga ana shëndetësore, përqafoni aktivitete në natyrë që plotësojnë kërkimin tuaj për aventurë, siç janë ecja në natyrë ose ciklizmi. Arritja e një ekuilibri midis trupit dhe mendjes do ta mbështesë energjinë tuaj vibrante natyrshëm. Shfrytëzoni energjitë e gjera të sotme për të shtyrë veten përpara, duke mirëpritur përvoja transformuese që përputhen me ideale dhe aspiratat tuaja për rritje personale dhe kolektive. Horoskopi ditor i Briciapit, 12 qershor 2025. Briciapi, struktura dhe ambicia përcaktojnë ditën tuaj ndërsa Saturni ndikon në ndjenjën tuaj të disiplinës. Profesionalisht, shfrytëzoni këtë energji për të zhvilluar strategji që përputhen me qëllimet tuaja afatgjata. Cilësitë tuaja të leadershipit nxirren në pa, duke ju bërë personin ideal për të marrë përsipër projekte që kërkojnë këmbëngulje dhe planifikim të plotë. Bashkëpunimet që respektojnë vizionin tuaj do të lulëzojnë në udhëheqjen tuaj. Në marrëdhëniet personale, një qasje e barabartë dhe e duruar do të forcojë lidhjet, veçanërisht me anëtarët e familjes që mund të kërkojnë këshillën tuaj. Financiarisht, përqendrohuni në investime të sigurta dhe menaxhim të kujdesshëm, duke shmangur sipërmarrje spekulative. Parashikimi juaj ju lejon të përgatiteni në mënyrë efektive për të ardhmen. Nga ana shëndetësore, mbajtja e rutinave të qëndrueshme në dietë dhe ushtrime mbështet nivelet tuaja të forta të energjisë. Merrni në konsiderat aktivitete që kombinojnë fitnessin me fokusin, si pilates ose trajnimi strukturuar me pesha. Duke përdorur energjitë e disiplinuara të sotme për të ndërtuar një themel të fortë, ju përmirësoni rrugën tuaj drejt suksesit dhe përmbushjes personale, duke ushqyer aspiratat tuaja me vendosmëri dhe lartpamësi taktike. Horoskopi ditor i Ujorit, 12 qershor 2025. Ujori, inovacioni dhe lidhja janë temat tuaja për ditën, ndërsa Urani fuqizon ndjekjet tuaja shoqërore dhe intelektuale. Profesionalisht, angazhohuni në seanca për shkëmbim idesh ku idet tuaja origjinale mund të shkëlqejnë. Bashkëpunimi me individ me mendësi të ngjashme sjell njohuri të reja, duke quar potencialisht në përparime emocionuese. Përqafoni platformat që ju lejojnë të shprehni vizionin tuaj dhe të përmirësoni aftësitë tuaja të rrjedhëzimit. Në marrëdhëniet personale, mendja juaj e hapur nxit lidhje më të thella, duke u bërë tërheqëse atyre që vlerësojnë autenticitetin dhe kreativitetin. Financiarisht, afrohuni me mundësitë me optimizëm liberal, por mbani një pikpamje pragmatike për të menaxhuar rreziqet në mënyrë efektive. Konsideroni potencialin afatgjat të harmonizuar me strategjitë tuaja shpikse. Nga ana shëndetësore, ruajtja e stimulimit mendor është qelësi. Zgjidhni enigma, mësoni aftësi të reja ose angazhohuni në sporte në grup për të balancuar mendjen dhe trupin tuaj aktiv. Duke përqafuar energjinë dinamike të sotme, ju nxitni rritjen në të gjitha frontet. E ardhmja juaj është një kanavac gati për goditje të guximshme dhe inovative, duke ju shtyrë përpara në mënyra kuptimplote dhe vizionare. Horoskopi ditor i Peshqve, 12 qershor 2025. Peshqit, universi sot mbështet natyrën tuaj intuitive dhe të dhemshur, ndërsa Neptuni nxjerr në pa empatin dhe artin. Profesionalisht, është një ditë për të përdorur talentet tuaja krijuese për të zgjidhur sfidat, duke ofruar njohuri që të tjerët mund t'ja anashkalojnë. Bashkëpunimi me ata që e vlerësojnë perspektivën tuaj mund të çojë në rezultate të pasura. Në marrëdhënie, qasja juaj e ndjeshme u sjell ngushëllim të tjerëve, duke nxitur lidhje më të thella emocionale.
Merrni kohë për të dëgjuar dhe mbështetur të dashurit tuaj, duke siguruar mirëkuptim të ndërsjellë. Financiarisht, intuita juaj shërben si udhërfyes. Megjithatë, sigurohuni që vendimet të mbështeten me kërkime të hollësishme për të shmangur grackat e mundshme. Sa i përket shëndetit, ushqeni si trupin ashtu edhe shpirtin me praktika holistike. Merrni në konsiderat meditimin ose rrugët artistike si piktura për të ruajtur ekuilibrin. Kushtojini vëmendje botës suaj të ëndrave. Pasi njohuritë e rëndësishme në ndërgjegjeshme mund t'ju udhëzojnë. Përdorni energjinë e butë të sotme për të manifestuar vizionet tuaja në realitet dhe lejoni që spiritualiteti juaj të ndriçojë rrugën tuaj përpara, duke rritur qëllimin e jetës suaj dhe përmbushjen emocionale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.